Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në 2 javët e ardhshme do të takohet me zyrtar të shumë botëror, përfshirë presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Vučić tha se zyrtarët kryesorë të Bashkimit Evropian do të vizitojnë Serbinë në 15 ditët e ardhshme dhe konfirmoi se ai do të shkojë edhe në Moskë. Në një bisedë me gazetarët në autostradën Miloshi i Madh, Vučić komentoi edhe mirënjohjen që Nataša Kandić mori në Prishtinë, duke thënë se të gjithë janë të lumtur në kopën e tyre dhe se ai mori njohje nga Graçanica dhe jo nga Prishtina. Drejtori i Zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković reagoi ndaj të njëjtit lajm duke pyetur nëse ishte rastësi që Nataša Kandić po nderohej aty ku nuk jetojnë serbët. Nataša Kandić mori me buzëqeshje qelsin e Prishtinës, një qytet i cili u dëbuan rreth 40.000 serb, shkroi Petković në rrjetin Social X. Gjykata themelore në Prishtinë lëshoi një urdhë arresti për 20 serb të dyshuar për kryerjen e krimeve lufte në Gjakov në vitin 1999, njoftoi reporteri i Prishtinës. Në urdhën për fillimin e hetimit të datës 18 mars të këtij viti thuhet se në vendin e quajtur Ura Taliçit në Gjakov, pjesëtarët e forcave ushtarake dhe policore serbe të uniformuara, përfshirë të pandehurit e lartë përmendur, vranë gjithsej 106 civil me komësi shqiptare nga 7 maj deri me 10 maj të vitit 1999, trupat e të cilëve u gjetën me vonë në një varr masiv në Batajnicë. Vonë mbrëmë autorët e panjohur që luan me gur një shtëpi serbe në Gorazhdevc, të njohur si hani fshatit Lista Serbe, deklaroi se ky është një tjetër incident i një seri incidentesh kundër serbëve, të cilët në kushte jashtëzakonisht të vështira jetojnë ato fshatra pranë pejes. Ata kujtojnë shkrimin e fundit të grafiteve të UÇK-s në ndërtesat serbe dhe heqjen e flamurit serb nga ndërtesa përkujtimore në Gorazhdevc dhe i bëri thirrje Bashkisë Ndërkombëtare që të zotohet të tregojë autoritetin e saj në mënyrë që incidentet kundër serbëve në atë fshat të ndalen dhe që ata që janë përgjegjës të dënohen. Me forcat e mëdha policore, kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti hapi degë të reja të postës së Kosovës në Leposavić dhe Zvečan. Lista serbe njoftoi se në pamundësi për të zgjedhur kryetarin e parlamentit, Albin Kurti erdhi sot për të provokuar duke hapur postën e cila sipas tyre nuk i shërbejnë askujt tjetër përveç promovimit të tij. 8 muaj më parë, policia e Kosovës mbylli gjithsej 9 degë të postës së Serbisë në 4 komuna në veri të Kosovës, ku serbët përbëjnë shumicën e popullsisë. Historiani Stefan Radojković vlerësoi se vetmja zgjidhja e qëndrueshme për komunitetin serb në Kosovë do të ishte ruajtja e institucioneve serbe, por se lëvizjet e Prishtinës kanë krijuar një situatë të re. Asociacioni i Komunave Serbe është pjesë e paketës së marrëveshjes të Brukselit nga viti 2013 dhe 2015, e cila tani është një letër e vdekur, thot Radojković. Politikologu Aleksandar Shluka beson se për shkak të rrethonave të ndryshuara në terren, procesi i mëtejshëm i dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës duhet të përfshijë edhe komunitetin serb në mënyrë që vetë serbët mund të shpjegojnë se cila është një zgjidhje e qëndrueshme që ata të qëndrojnë në Kosovë. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu deklaroi se standardet për komunitetet pakis në Kosovë janë më të mira se në Bashkimin Evropian, por problemi është se politikat e qëndrueshme nuk zbatohen në mënyrë të vazhdueshme. Ai thekson se kushtet e këqija ekonomike si arsye kryesore, por edhe ndikimi i faktoreve politik të cilët sipas tij pengojnë qytetarët të integrohen. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës njoftoi se afati për ushtrimin e të drejtës për të paraqitur një kërkesë për regjistrimin e të dhënave në Regjistrin Qendror të Gjendjes Civile të Kosovës ska dhënë me 30 prill dhe i ftoi qytetarët të shfrytëzojnë këtë të drejtë brenda këtij afati, i cili nuk do të zgjatet. Sipas këtij vendimi, të gjithë qytetarët e Kosovës që kanë të regjistruara të dhënat e gjendjes civile mbi lindje, martesën dhe vdekjen nga 10 qershor i vitit 1999 deri me 1 shkurt të vitit 2025 kanë të drejtë të paraqesin një kërkesë për regjistrimin e të dhënave.
Zyra rregullatorit të energjisë njoftoi se vendimi për rritjen e tarifave të energjisë elektrike nuk do të përfshijë 4 komunat të veriut të Kosovës. Sipas njoftimit të zyrës, rritja e çmimit prej 16.1% do të hyjë në fuqi me 1 qershor, por nuk do të zbatohet në veri sepse siç thuhet Elektroseveri e përron jashtë sistemit të ofruesit të shërbimit universal dhe marrëdhëniet tarifore në komunat në veri janë të ndryshme. Elektroseveri nga ana e saj bëri thirrje konsumatorëve që të kryejnë detyrimet e tyre rregullisht. Në Serbi të martën në mëngjes moti i kjellë dhe i ftoft në Lugina me mjegull dhe në jug dhe juglindje me ngricat e vogla me diell dhe i ngrohtë gjatë ditës me era mesatare dhe me të forta nga lindja dhe juglindja. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 1 deri në 9, kurse ajo maksimale ditore nga 20 deri në 24 gradë Celsius.